Ky 4 dhjetor shënoi 113 vjetorin e themilimit të forcave të armatosura të Shqipërisë nga qeveria e Ismail Qemalit, vetëm 6 ditë pas shpalljes së pavarësisë, çka shënoi krijimin e shtetit. Në vendim u quajt ushtria kombëtare, ndërsa për herë të parë në historinë shekullore të vendit u krijua Ministria e Mbrojtjes Kombëtare ose Ministria e Luftës, e drejtuar nga Mehmet Dralla Tetova dhe shtabi i përgjithshëm i drejtuar nga Major Ali Shefqet Shkupi. Strukturat kryesore përbërëse të saj ishin forcat aktive, forcat rezerv, ato vullnetare, si dhe gjandarmëria me 12.000 personel gjithsej. 113 vjet më pas, flamuri shqiptar qëndron prej vitesh tashmë krah atyre të aleatëve në selinë e NATO-s, si alianca më e madhe në botën demokratike dhe forcat e ushtrisë shqiptare shërbejnë në misionin ndërkombëtar për paqen. Presidenti Bajram Begaj, njëherësh edhe komandanti i përgjithshëm i forcave të armatosura, përmes një mesazhi vlerësoi angazhimin për kushtimin dhe profesionalizmin e efektivëve të FARSH, si dhe suksesin e arritur në shërbim të Shqipërisë dhe në të gjitha misionet ku ata shërbejnë. Nderoj me respekt kontributin, sakrificat dhe shërbimin e vyer të gjithë efektivëve të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, që me atë dhe dashuri, besnikëri dhe disiplinë kanë shërbyer radheut në këto 113 vite. Kreu i shtetit shprehu gjithashtu vlerësim për të gjitha vajzat, djemt, gratë dhe burrat e forcës së armatosur për misionin në shërbim ndaj adheut. Pjesëmarrja në misione dhe operacione të NATO-s, Bashkimit Evropian dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara na bën krenar dhe kontribues me vlera në sigurinë kolektive. Kryeministri Edi Rama përsolli urimet përmes kësaj videokartoline.